na je, po një finale, o Gjerta. Pse i the djalit që nuk e dia do shkojnë finale? O Gjerta, djalit. Që po ndan kuponat e finales. Po si do t'i them unë që unë do vinë të finale pa tjetër? Po ti ke thonë kam fituar shpirt, pse i rre njerëzit tash? Jo, mo, i thash do më presësh, i thash çunit. Jo, the nuk e dia shkojnë finale. Po ti e di, ë? Jo, i thash do më presësh edhe këtë gënjen? Po pra. Jo, nuk gënjen, më nuk bën mend, nuk është se gënjen. Unë fëmijës tim, nuk mund t'i them, mami do vi dhe pik, sepse unë fëmijës nuk mund t'i flash në atë. Jo do vish, ti do shkojnë finale. Jo, ti the, nuk e dia do shkojnë finale. Nëse. Mirë, mami, nuk e pun dialogun që bëri me fëmijën, lëre. Jo, po nuk e di, jo. Nëse do shkojnë në finale. Nuk kam, nuk e di, nëse do shkojnë finale. Po ti ke thënë ka fituar, ti ke thënë jam finale. Po se ti ke thënë mund të ndodhi një atak, e ti ndoshta si ke finale, kupton? Dhe nuk i di se çfarë do. Për sa kohë ti je me trunën rregull, as nuk diskutohet që do ikim finale, kupton? Po nga e di që do ikësh, sepse njoh kapacitetin tim dhe ju njoh ju. Vetëm ke denigruar. Ti je një njeri shumë i ulët që s'ke asnjë gjë në shtëpi. Do marrësh i lakë monetizatosh. Do marrësh do ma derdhësh në fytyrë. Por nuk je as 25 vjeç. Do më tregosh çfarë ke ti që se ka mund. Çfarë do bësh tjetër? Do na hedhësh në fytyrë. Do t'i thuash njerëzve sa viner si kanë dhëmbët. Do t'i thuash të tjerëve se si jetojnë me shkojnë për jashtë. Se si i bëjnë lekët për jashtë. Ti ke bërë shumë. Ti do më thuash mua fëllisir. Ti je njeri ordiner i zakonshëm këtu në shtëpi. Do më thuash dyrësir, fëllisir, do më thuash akoma ato fjalë. Apo tani janë ditët e fundit. Po. Janë ditë e fundit. Ti je një grua me shpirt. Çfarë do thuash tjetër? Do merresh me njerëz jashtë kësaj shtëpie. Edhe kjo është madhe. Do merresh ti me këto njerëz. Ti e kaq, ti. Ti e ke treguar, ti s'ke ti supermashtruese. Nuk rregullon dot asgjë. Ti aq gropje. Aq në fundje. Sa që ti e kupton dhe vetë që pa mua këtu, ti përfundon si pyk me zegli dhe me mos i prek sendet.